kundër Polonisë. Është një fanell ku është miksuar pjesa e traditës tonë dhe pjesa e modernes. Dhe kam parë në Twitter, ishte një gazetar portugez shumë i njohur, Leonardo Bertozzi, i cili kishte bërë një postim ku vlerësonte maksimalisht pjesën e dizenjimit të kësaj fanelle të Shqipërisë, duke thënë që shikoni, thamë ndroqi shumë mendje kjo fanellë sa e bukur e Shqipërisë. Edhe kishte marrë shumë viralitet, shpërndarje, komente, madje shumë njerëz po e njihnin Shqipërinë vetëm nga fanella e re tani, duke pyetur që okej, kjo Shqipëria ka lojtar kaq të njohur, çfarë tradite ka në futboll. Pra ka ende njerëz në shtete ndryshme të cilët nuk e njohin Shqipërinë në pjesën e futbollit, pavarësisht gjithë këtyre hapave që ne kemi bërë, ose më saktë nuk njohin Shqipërinë me lojtar të caktuar, që kjo do të thotë që kohët kanë kaluar, por Shqipëria akoma nuk e ka një yll, pavarësisht se ne kemi ngritur dhe ngrem shumë futbollistë, që në sy tan duken si yje, por një yll botëror Shqipëria nuk e ka akoma. Pjesa e fanellës do doja një koment nga ana jote. Atëherë fanellat, normal Macroni ka këtë të veçantën e vet, sepse un kam edhe pak njëojë dhe një fillim se Macroni në fillimet e veta e ka sjell një miku im këtu në Shqipëri, po përmend emrin për etik, por e ka sjell një miku im dhe më tha fakti që kombëtarja e ndryshoi nga një fanell tjetër, domethënë që ishte një para Macronit. Shkoi ke Macroni, ishte se Macroni përveç cilësisë kishte edhe këtë që të lejonte shumë të bëje dizenjime apo të vendosje reklama apo gjëra domethënë të shkruara në fanell. Ndërkohë që disa, për shembull Adidas apo këto nuk është se të lejojnë të ngarkosh shumë, mund të lejojnë vetëm sponsorin apo diçka, por nuk të lejojnë që të ngarkosh shumë në detaje. Ndërkohë që Macroni ta jep këtë, por përveç saj të jep edhe këtë cilësinë, sepse lexova edhe për sa i përket përbërjes materialit, domethënë që ka shumë avantazhe këto uniforma të reja, që ishte njëra e kuqe, një e bardhë dhe një e zezë. Në fakt nga historiku, me sa më kujtohet mua, ne më shumë fat kemi pasur me fanellën e bardhë, por gjithsesi më duket se këtë radhë në Poloni do të kemi me uniformën e zezë. Fanella e zezë ka shumë mundësi. Edhe fanella e zezë, prapë unë mendoj që do të na japi atë shansin e vet, por dhe ne do të ndihemi krenar dhe gjithë lojtarët domthonë do ta ndiejnë këtë, po themi, prezencën që të jep edhe fanella. Ka dhe ajo rëndësinë e vet, nuk është se është e parëndësishme, dhe ka dhe ajo rëndësinë e vet, por jo se është fanella ajo që ta jep fitoren, por të jep prezencën. Është prezenca sigurisht. Se përket ndeshjes tjetër, Suedi-Ukrainë, do të kemi gjithmonë një sy dhe aty, nëse ne do të fitojmë sigurisht. Kush do të ishte kundërshtari jot i preferuar për finale? Ku mendon se mund ta kishim pak më të lehtë? Ukraina, e cila është një kombëtare e cila është më grup, ashtu si Shqipëria, apo Suedia që ka një dy emra individual shumë mirë? Në fakt unë do preferoja më shumë Suedin, sepse domethënë futbolli i sotshëm pavarësisht emrave ka ardhur më shumë ke fryma e grupit. Pra ato ekipe që kanë frymën e grupit më të lartë se sa individët kanë më shumë shanse për fitore. Dhe ajo që dhe unë uroj, dhe në ndeshjen jo vetëm me Suedin nëse do na bjeri, por dhe me Polonin, dua që fryma e grupit të jetë kryesorja, pra baza e kombëtares tonë të jetë fryma e grupit, sepse nëse do kujtojmë po themi kur kemi arritur në 2016 në Europianin e 2016-s, ne kemi arritur me frymë grupi, sepse kishim një lider si Lorik Cana, edhe kishim këto lojtarët kosovar, domethënë si Abrashi, mos gaboj, Abrashi, Lenjani, Xhaka, që ishin, domethënë ndoshta nuk e kishin cilësinë dhe kualitetin e lojtarëve të sotëm. Jo me të themi largësi të mëdha, distanca të mëdha. Me element të vegjël, ndoshta nuk e kishin, por ama ata kishin atë frymë grupi dhe atë dëshirë dhe atë karakter që tregonin